Pasi Mozik publikoi këngën e tij më të re të titulluar Disk, ku brenda asaj muzike kishte shumë të pathëna dhe në një farë mënyrë tronditi çiftin Loredana Karima Dejemi, me sa duket, mes shumë fjalëve dhe zhurmave që kanë qarkulluar së fundmi, duket se Karima Dejemi ka zgjedhur të flasë me vepra dhe jo me deklarata. Bashkëshorti i Loredanës duket se zërat dhe komentet rreth raportit me saj dhe Mozik nuk po i merr afër zemrës. Përkundërzi, ai ka publikuar një fotografi mjaft domethënëse në rrjetet sociale. Në imazhin e ndarë me ndjekësit, Dejemi shihet duke përqafuar Hanën, vajzën e Mozikut dhe Loredanës. Një moment i ngrohtë i cili është interpretuar nga fanët si një mesazh i qartë, mbi gjithçka qëndron dashuria për fëmijën. Pra siç duket, asgjë nuk e ndalon atë të dhurojë dashuri për Hanën. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Loredana dhe Mozik kanë qenë të martuar vite më parë, ku nga martesa e tyre lindi Hana, ndërsa tani Loredana po jeton jetën me Karima Dejemin, ku ndodhet në Gjermani, ku po ushtron dhe aktivitetin e saj si këngëtare. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.